Vrasja e tij ishte e fundit në serinë e krimeve mizore që ndër vite ishte përhapur si murtaj e zezë në Greqi. Krime me një egërsi të tillë, deri te therrja e fëmijëve të vegjël të armiqve të tyre, që kishin tronditur në themel me ashpërsinë e tyre shoqërinë greke, ku në këtë luftë nuk po kursej asnjë metodë. Ashtu siç në fakt ishte edhe fundi personazhit të tij, që u gjeti therrur me goditje thikash në qelinë e burgut. Jani Aliaj, që e vetme gjë që nuk ishte dashur ta çonte jetën e tij, kishte qenë pikërisht të qenit qelibar, por që kishte zgjedhur një jetë të trazuar, të mbarsur me shumë krime, deri dhe të përbindshme, të cilat e përndoqën kudo, deri në ditën e fundit kur humbi jetën i mbytur në pellgun e gjakut të tij, në dhomën e qelisë ku qëndronte, në burgun e Korydallos në Greqi, aty ku qëndronte që prej vitit 2024, por që për të ishte firmosur një kontratë vdekje, nga e cila duket se nuk shpëtoi kurrë. Kontratë vdekje, që nuk ishte një datë dhe një firmë në fund të saj, por që ai e dinte shumë mirë që ekzistonte, dhe ekzekutimi i saj do të ishte thjesht çështje kohe, ashtu siç edhe erdhi, më datë 19 janar 2026. Jani Aliaj, që ishte një personazh po kaq i njohur i krimit në Shqipëri, por që pas aratisjes nga Shqipëria, për shkak të vrasjes së Elton Çiços në vitin 2016, lidhjen e tij me krimin e kishte vazhduar edhe në Greqi, ku edhe këtu thuhet se ishte përfshirë në shumë krime, që e kishin kthyer edhe në një tabelë qitje për kundërshtarët e tij. Por si u qellua për vdekje me thik në qelinë e tij Jani Aliaj në burgun e Korydallos? Kush është autori, te i cili policia greke ka ndalur hetimet dhe a u shit në fakt Jani Aliaj nga autoritetet e burgut te vrasësit e tij? Përse ati u zbutën masat e sigurisë në burg dhe a u pagua pikërisht si ai të ishte më pranë atyre që më pas do të ishin personat që kërkonin kokën e tij? Po përpara se të shkojmë te ai që është fundi i tij tragjik, është me interes të ndalemi fillimisht te vetjeta kriminale e Jani Aliaj dhe se si ai përfundoi në burgun e Korydallos, që njihet edhe si burgu më famkeq në Greqi, ku vuajnë dënimin kriminalët më të rregjur në vendin qinj. Sipas të dhënave të siguruara nga emisioni në Shënjestër, 49 vjeçari nga Tepelena, Jani Aliaj, kishte përfunduar në këtë burg pas arrestimit të tij, mbrëmjen e vitit të ri 2024. Nata ku ai do të duhej të festonte vitin e radhës në Arrati, por që e kishte gjetur atë të papërgatitur për surprizën që do i trokiste në derë, ku në vend të babagjyshve, ata që po i trokisnin në port për t'i dhënë dhuratën e fundvitit, ishin forcat speciale të policisë, të cilët kishin kohë që e kishin lokalizuar dhe po prisnin kohën e duhur për ta neutralizuar. Kjo duke ditur jo vetëm rrezikshmërinë e tij të lartë si person që kishte kryer krime të shumta, por edhe aftësinë e tij, se si kishte mundur t'i fshihej për një kohë të gjatë autoriteteve ligjzbatuese. Por që po kështu kishte ditur më së miri të arratise nga burgu, siç kishte bërë nga ai Korfuzit, ku ishte izoluar në vojtje të dënimit me burgim të përjetshëm për vrasjen e një shqiptari, si edhe armbajtje pa leje, ngjarje këto të ndodhura në Athinë në vitin 2006. Krime të cilat pas arratisjes nga burgu i Korfuzit në Greqi e kishin bërë që të fshihej në Shqipëri. Këtu, ku ai ishte përfshirë në 2 episode të dhunshme me humbje jete, fillimisht në vitin 2015 në Përmet, ku tentativa për të bjedhur një sasi të konsiderueshme marijuane kishte përfunduar me disa të plagosur, ku Aliaj ishte në kërkim për 3 akuza. Dhe episodi i dytë dhe më i rënd është ai ku mbrëmjen e datës 1 maj 2016, Jani Aliaj u fut në ambientet e brendshme të një lokali në ish blok në kryeqytet dhe qelloi me një pistolet me mulli për vdekje me 2 plumba në kokë Elton Çiçon. Vrasje për të cilën u dënua në mungesë me burgim të përjetshëm, por që dënimi i tij nuk u ekzekutua kurrë, pasi menjëherë ai u zhduk nga qarkullimi për të zhvendosur me sa duket në Greqi, aty ku jetoi dhe vazhdoi veprimtarinë e tij kriminale, deri natën e arrestimit në ndërrimin e viteve, më 31 dhjetor 2024, ku fshihej me identitetin e rrem, Aleksandr Kreshnik, një identitet që i kishte mundsuar për një kohë të gjatë të lëvizte i lirë, por që i kishte dhënë mundësi të ndërronte edhe pamjen e tij të jashtme, si shikohet edhe në këtë foto në momentin e arrestimit të tij, ku ndryshe nga fotot e tjera të bëra tashmë publike rreth identitetit të tij, ai shfaqet me flokë të mbjella ose me paruke. Por çfarë çoi drejt ekzekutimit të Jani Aliaj? Kush është autori i dyshuar? Dhe pse hetimet kanë marrë një rrjet tjetër? Ngjarje të komplikuara që hedhin dritë mbi një sipërmarrje të frikshme kriminale, ku protagonisti janë shqiptar, të përfshirë në mëndzyra, që i kanë hije vetëm botës së nëndeshme, të cilët kundrejt pagesës janë të gatshëm të mos kursejnë asnjë formë terrori për të arritur qëllimin e tyre, po kaq të frikshëm sa shfaqen edhe vrasësit në burg të Jani Aliajt, që duhet ua ketë bërë aq shumë borxh, sa ata donin ta hiqnin qafe me çfarëdo lloj forme apo mundësie që mund të vinte në dorë. Vrasje në burg, e cila fillimisht u ndalte një emër. Një vrasës grek me pagesë, i dënuar me burgim të përjetshëm.
i cili qelin e tij e kishte ngjitur me atë të Jani Aliaj në sektorin nëmër 3 të burgut të Korridalos. I njëjti vrasës, i cili më 18 gusht të 2015, kur ishte vetëm 18 vjeç, kishte vrarë 47 vjeçarin, shqiptarin nga Gjirokastra, Artur Bashimi. Bashimi, një ish i dënuar për vjedhje, i cili u qellua për vdekje me armë zjarri në Agio Pantalejmona. Vrasje e cila thuhet se u krye në shenjë hakmarrje, pasi vëllai i tij Marcel Bashimi ishte përfshirë në krimet e rënda në Greqi, ku në njërin prej tyre kishte bashkëpunuar edhe me 2 personazhe të rrezikshëm të krimit, konkretisht Bledarian Bellin dhe Kristaq Lecin, të dy të kërkuar në Shqipëri për vrasjen e komisarit të policisë Artan Cuku. Ngjarje kjo e ndodhur më datë 8 gusht 2017 në Tiranë. Por që policia greke dyshoi që në fillim që krimi ishte porositur jashtë burgut dhe vrasësi ishte përdorur thjesht për të kryer vrasjen, siç ndodh në krime të tilla, ku të përfshirjen të dënuar me burgim të përjetshëm, të cilët, duke ditur se asgjë nuk mund t'u jap lirin, pranojmë kundrejt vrasjeve brenda burgjeve privilegjet që mund të ofrojnë porositësit e krimeve. Jani Aliaj, që në fakt për të, kjo nuk ishte hera e parë që ishte shënjestër e atentateve të ngjashme. Ndaj për këtë arsye, pasi kishte kaluar disa muaj në sektorin e burrave në burgun e Korridalos për çështje sigurie, ai ishte zhvendosur në burgun e Grave. Kjo pas dyshimeve dhe sinjalizimeve që vinin her pas here për atentate ndaj tij, informacione të cilat i kishte edhe policia greke. Duke pasur parasysh se kishte informacione se kundër tij ekzistonte një kontratë vdekje, pak kohë më parë ai ishte transferuar në burgun e Grave për arsye mbrojtje, por pa prit mas më pas ai u vendos pa ndonjë justifikim që të transferohej sërish në burgun e burrave. Por në fakt, dërgimi i Jani Aliaj në burgun e Grave, që në një situatë tjetër do të ishte cilësuar si një fyerje për një eksponent të krimit të rangut të tij, në fakt, do të kishte qenë një shpëtim për të. Kjo pasi vetëm 2 muaj para se ai të qellohej me 2 goditje vdekjeprurëse thike në qelinë e tij, ai kishte qenë preje një tjetër sulmi vrastar ndaj tij në burg, sulm të cilit i shpëtoi paq. Por jo aq sa për të ndërgjegjësuar autoritetet e burgut ku ai ndodhej, mbi rrezikun që i kanose jetës së tij brenda zgabrës së qenisë, duke lënë jetën e tij në mëshirë të fatit. Një pikpyetje e cila u ngrit edhe nga gazetarët grek që merren me analizimin e ngjarjeve të krimit, se si është e mundur që autoritetet në burgun e Korridalos qëndruan spektator të këtij krimi, të paralajmëruar dhe nuk vepruan. Por ndërsa në fillim, emri që u përfol si vrasës në qeli i Jani Aliaj ishte ai grekut 28 vjeçar, të përfshirë në krimet e ngjashme, shpejt hetimet rodhen në një tjetër sens. Atë se si vrasës mund të ishte një shqiptar i paguar nga jashtë burgut, dhe se greku që u dyshua në fillim si i tillë mund të ishte i kërcënuar për ta marrë përsipër këtë vrasje. Ky vrasës shqiptar u identifikua si Giuliano Halili, 44 vjeçari nga Tepelena, i njohur për mënyrën e tij mizore dhe të paskrupullt në kryerjen e vrasjeve. Halili, që sipas hetimeve kishte qelin ngjitur me atë të Jani Aliaj në sektorin nëmër 3 të burgut të Korridalos dhe që u evidentua se çuditërisht ishte mbetur i plagosur në këtë ngjarje. Dyshime të cilat u përforcuan edhe më shumë për vetë faktin se 28 vjeçari grek, Kristos Vardoniotis, ishte paraqitur me vullnetin e tij të lirë te autoritetet e burgut, duke u shprehur atyre se ishte ai që e kishte vrarë Jani Aliajin, ndërkohë që në trupin e tij nuk kishte asnjë përleshje, ndryshe nga shqiptari tjetër Giuliano Halili, që në trup kishte shenja gjaku. Shqiptari nga Tepelena, që mbante mbi sufe krime monstruoze, pasi më parë po në burgun e Korridalos kishte vrarë shqiptarin tjetër, Alfons Ndoci, ndërkohë që brenda burgut kishte filluar të përflitej fakti se vrasësi i vërtetë i Jani Aliaj ishte bashkëtetari i tij, Giuliano Halili, dhe jo 28 vjeçari grek që thuhet se ishte paguar ose kërcënuar për të marrë ai përsipër vrasjen e Aliajit, gjë që i ra në vesh edhe policisë greke. Jani Aliaj dyshoi prej vitesh se ishte përdorur në luftën e tash quajturës mafia greke, kjo pasi ka pasur dyshime se ai ka qenë ekzekutor i një prej drejtuesve të grupeve kriminale greke që kontrollojnë jetën e natës në shtetin fqinj, megjithatë këto dyshime kur nuk u vërtetuan. Por a ishte kjo në të vërtetë arsyeja pse Jani Aliaj u ekzekutua në një mënyrë të tillë? Pikërisht, lufta brenda mafias greke, një luftë e cila në vitet e fundit ka ngrënë shumë koka shqiptarësh, por që kishte afruar pranvetes edhe shumë shqiptar të rekrutuar me pagesë, siç njëri prej tyre është edhe shqiptari nga Tepelena, Giuliano Halili, i njohur ndryshe edhe me emrin Niko, sot i dënuar me burgim të përjetshëm si vrasës me pagesë, por që në CV-n e tij kriminale ruan si rekorde disa nga krimet më të urryera që mund të bëjë një vrasës i zhveshur nga mëshira, siç është edhe ai nëntori 2011 në Kallamata të Greqisë, ku pasi qelloi me çifte në kokë shqiptarin 35 vjeçar Fillim Esaja,
në fshatit Ca i Kuksit, me të njëjtin gjakftotësi, brau edhe djalin e tij vetëm 2 vjeç e gjysmë, duke e therrur në fyt. Ngjarje që ndodhi pranë lumit Pamiso në Mesilia, ku shkak ishte bërë larja e sapeve midis Vasilis Varelas dhe Fillim Esajës. Krim monstruoz për të cilin u arrestua, por në vitin 2018, ndërsa po transportohej drejt burgut, ai mundi të arratise nga porti Pireut, ku bashkë me të u arratis edhe shqiptari tjetër Alfons Ndoci, por që të dy u kapën shpejt, të njëjtët të cilët më pas u pan të prishnin shoqërinë e tyre. Giuliano Halili, i cili në rrethanat e paqarta në qershor të vitit 2024, e brau brenda burgut të Korridalos, 35 vjeçarin Alfons Ndoci, si të plegosi 48 vjeçarin Altin Bokri. Vrasje e cila, edhe në këtë rast dyshohet, se ishte paguar nga jashtë burgut. Giuliano Halili, që target të tijin, kundrejt pagesës nuk ishte vetëm shqiptarët, por edhe grekët. Pasi në vitin 2008 dhe 2009, ai kishte qenë autor edhe i 2 vrasjeve të shtetasve grek, hakmarrje e cila rapo kaq mizore edhe te kushuritë e tij. Siç ishte edhe vrasja në vitin 2022 e kushuririt të tij Sulo Halili me origjinë nga Tepelena, i cili u ekzekutua dhe u doq në nëntor të këtij viti në Skurta të Viotias. Dhe ku dyshimet e policisë greke janë se ekzekutimi i tij ka lidhje me veprimtarinë e kushuririt të tij, Julian Halili ose Julian Halili. Halili, që thuhet se ishte prej kohësh në urdhrat e mafiozit famkeq grek, Vasilis Varelas. Të paktën në 2 raste të provuara. Varelas, që në rimnin e tij kishte qenë dublues në filmat e aktorit të njohur të Hollywoodit Chuck Norris në vitet 80, por që më pas e kishte lënë karrierën si aktor dublant dhe kishte filluar të krijonte filmat e tij të parë, duke u përfshirë në disa krime të rënda në Greqi, si edhe në trafikun e drogës. Vasilis Varelas si fillim e shtyen Giuliano Halilin të vriste ish burrin e gruas së tij, të cilin më 6 mars 2009 Halili e qelloi 2 herë në kokë dhe 1 herë në gjoks në Nea, Philadelphia, por pas disa operacioneve viktima e këtij sulmi arriti të shpëtojë vdekjes. Më 5 gusht 2009 ndaj viktimës u organizua një tjetër atentat në Igumenis, por autorit, i cili e shënjestroi në kokë, ju bllokua arma. Në fakt, këto nuk do të ishin krimet e vetme të shqiptarit të Giuliano Halili, pasi më herët në vitin 2008, më saktësisht më 11 nëntor të këtij viti, në Mikromanit të Kallamatës, ai qelloi me 4 plumba, një prej tyre në kokë, 29 vjeçarin Sotir Psikopaida, që ishte punonjës në diskon ku ndodhi sulmi. Por vetë historia e Jani Aliaj, e lidhur me krimin dhe burgjet, është e lidhur pashmangshmërisht me njëra tjetrën. Pasi e mbylli jetën e tij pikërisht aty ku nisi, edhe përplasjet e para të mëdha në botën e krimit. Ashtu siç ishte edhe përplasja që kishte krijuar fillimisht në një burg në Athinë me Elton Chichon, të cilin vite më pas do ta qellonte për vdekje në një lokal në zonën e ish-bllokut në Tiranë. Konflikt midis të dyve që kishte nisur gjatë kohës që ata po vuanin dënimin në të njëjtin burg në Athinë. Nga të dhënat hetimore rezulton se viktima Elton Chicho dhe autori Jani Aliaj kanë pasur midis tyre një konflikt të mëparshëm, ku ky i fundit ishte shprehur vazhdimisht se do ta vriste atë me çdo kusht. Ky konflikt midis tyre ka filluar gjatë kohës që si viktima ashtu dhe autori kanë qenë duke vuajtur dënimin për vepra të ndryshme penale në një burg në Athinë, ku gjatë kohës së qëndrimit në Greqi Jani Aliaj ka qelluar me mjet prerës të tipit thik djalin e shtetasit SB me banim në një fshat të Tepelenës, i cili më pas, si pasojë e këtyre goditjeve, ka ndorruar jetë. Do t'ishte pikërisht kjo ngjarje, e cila do t'ishte prelud dhe i përplasjes gjaksore midis Elton Chichos dhe Jani Aliaj, të cilët fillimisht zgjodhën të lanin hesapet me njëri tjetrin në burg, duke përdorur thikat, përleshje e cila përfundoi me plagosjen e rënë të Elton Chichos, që nga ana e tij nuk e fali kur Jani Aliajt plagët që i shkaktoi. Gjatë kohës që Jani Aliaj po vuante dënimin me burgim për vrasjen që kishte kryer, ai u përplas dhe qelloi me thik Elton Chichon, duke e lënë të plagosur rënd. Kjo pasi ky i fundit, po nga një fshat i Tepelenës, kishte planifikuar të kryente vrasjen e Jani Aliajt në shenjë hakmarrje për vrasjen e djalit të SB. Por me sa duket, thika, ajo që i mori edhe jetën më vonë në burg, ishte arma më e preferuar e Jani Aliajt në fillimet e karrierës së tij kriminale. Pasi me të plagosur rënd Elton Chichon, ai bëhet protagonist dhe i një tjetër sulmi në burg. Këtë herë, duke goditur me thik AB, që ishte lidhje ngushtë shoqërore Elton Chichos. Po gjatë kësaj periudhe kohore, ndërsa Jani Aliaj po vuante dënimin në këtë burg, ai godet me sende të forta AB, bashkëdhetarin e tij nga Berati, por që ishte nip në Memaliaj,
ku rrinte me periudha të gjata kohore, AB që ishte lidhje e ngushtë shoqërore e Elton Çiços. Por me të aratisur nga burgu në Greqi, Jani Aliaj, që zgjedh të fshihet në Shqipëri, nuk i harron mëritë e vjetra me Elton Çiçon, ashtu si edhe ky i fundit, që edhe ky këtë kohë ishte kthyer në Shqipëri. Inate që për të riaktivizuar në formën e tyre më të egër, shërben një atentati dështuar në vitin 2016 ndaj Jani Aliaj, ku ai beson se autori i këtij atentati ishte Elton Çiço. Atentati i parë ndaj Jani Aliaj, që u krye në rrugën e Kavajës në Tiranë. Më datë 11 janar 2016, rreth orës 18:30 minuta në Tiranë, persona të pa identifikuar kanë qelluar me armëzjarrin ndaj Jani Aliaj, i cili si pasojë e këtyre të shtënave nuk është dëmtuar. Por nga sa shikohet në vazhdim, ky nuk do të ishte atentati vetëm ndaj Jani Aliaj, pasi vetëm disa muaj më pas, ai do të ishte shënjestër e një tjetër sulmi me armë. Këtë herë, ndërsa ishte duke udhëtuar në aksin Tepelen Gjirokastër, ku edhe këtë herë fati ishte me të, edhe personin që udhëtonte në makinë. Jani Aliaj, i cili thuhet se mori një plag në krah, por që pas këtij atentati vendosi të lante përfundimisht të duart me Elton Çiçon, duke u zhvendosur në Tiranë dhe përgatitur planin për ekzekutimin e Elton Çiços. Më datë 24 prill 2016, rreth orës 22:30 minuta në aksin rrugor kombëtar Tepelen Gjirokastër, gjatë kohës që po lëvizte si pasagjer në sediljen e pasme të një automjeti të drejtuar nga shtetasi SM, është qelluar disa herë me armëzjarri shtetasi Jani Aliaj, i cili ka marrë dëmtime të lehta në pjesën e krahut të majt, nga ku dyshohet se Jani Aliaj ka qenë dhe shënjestra e këtij atentati. I marrë në pyetje, drejtuesi i mjetit SM pretendoi se atentati ndaj tyre ishte i planifikuar nga shtetasi Elton Çiço. Një nga arsyet pse Jani Aliaj ishte bindur se pas atentateve ndaj tij fshihej Elton Çiço, ishte edhe informatat që ai dhe miku i tij, Nelgert Pata, kishin se Çiço u kishte vendosur njerëz nga pas për t'i ruajtur. Jani Aliaj, që deri në fillim të viteve 2000, ishte qenë lidhje afërt shoqërore e Elton Çiços, para se midis tyre të fillonte një përplasje që do të çonte deri në një mëri të thellë me njëri tjetrin. Armisia që lindi, pasi në vitin 2000, Jani Aliaj qelloi për vdekje me thik e Ballazhiun, nga fshati Zhabakini te Pelenës. Ballazhiu në atë kohë 20 vjeç, që kishte qenë shok fëmijërie me Elton Çiçon dhe ishin rritur bashkë në Tepelen. Elton Çiço, që i çoi fjalë Jani Aliaj që ndodhej në Greqi, se nuk doja falte vrasjen e mikut të tij, ndërsa pati e desh që të dy të takoheshin disa vite më pas në burgun e Korydallos. Jani Aliaj, 23 vjeç, ndërsa ishte arrestuar për drogë, ashtu si edhe Elton Çiço, po për trafik të lëndë me narkotike, që besohet se ka qenë edhe burimi i sherrit midis tyre, që vazhdon deri në eliminimin e njëri tjetrit. Jani Aliaj ka pretenduar për gjatë gjithë kohës se autori i atentateve ndaj tij ishte Elton Çiço. Kjo pas konflikteve të ashpra që kishin, ku edhe kishin filluar të ruheshin ndaj njëri tjetrit. Jani Aliaj që rezulton të jetë lidhje e afërt e të ndjerit, Nelgert Papa, i cili kishte pasur njohje të mëparshme me Elton Çiçon, Nelgert Papa dhe Elton Çiço, që kohët e fundit kishin prishur marrëdhënien midis tyre. Kjo pasi Papa kishte mësuar që Elton Çiço kishte vendosur persona që të ruanin dhe kontrollonin lëvizjet e tij, çka ka çuar në mendimin e tij se ky i fundit po planifikonte ekzekutimin e tij. Sipas dosjes hetimore, personi që u ishte vënë nga pas, Jani Aliajt dhe miku të tij, Nelgert Pata, ishte OK, i cili pas kërcënimeve që kishte marrë nga Jani Aliaj dhe miku i tij, kishte pranuar që ishte paguar nga Elton Çiço për t'i ndjekur nga pas. OK, i cili menjëherë pas vrasjes së Elton Çiços, rezulton se ishte larguar nga Shqipëria më datë 2 maj 2016, vetëm pak orë pasi kishte ndodhur vrasja e Elton Çiços, duke mos qëndruar as për t'i dhënë lamtumirën e fundit mikut të tij, ku ky person duke zgjedhur të mos kthehet më në Shqipëri. Nelgert Pata, i cili do të ekzekutohej në qytetin e Fierit vetëm disa muaj pas vrasjes së Elton Çiços. Ndërkohë që më herët, më 21 gusht 2016, i kishte mbijetuar një atentati në Tiranë. Ngjarje kjo e ndodhur te ish-parku i autobusëve ku dhe mbeti i plagosur. Pata, që kishte qenë një emër i njohur për drejtësinë. Pasi në vitin 2008 së bashku me babain e tij Astrid Pata, ishin gjykuar për shfrytëzim prostitucioni, pas denoncimit të bërë nga shtetasja Silvana K, e cila ishte rrëfyer se në vitin 2004 ajo ishte njohur fillimisht me Astrid Patën në lokalin e të vllait të tij në Tepelen, ku vajza punonte si kamariere. Më pas, babai Nelgert Patës i kishte kërkuar të shkonin së bashku për pushime në Greqi. Në kombëtej, Silvana K tregoi se Astrid Pata e kishte dërguar me dokumente false në Norvegji. Aty ku e kishte pritur djali i tij,
Nelgerti, që në atë kohë sapo kishte mbushur 20 vjeç, i cili e kishte detyruar të prostituonte. Silvana K, që kishte mundur të shpëtonte nga tutorët dhe të bënte denoncim, shkaqoi pas letër porosisë ardhur nga Norvegjia në arrestimin e Atë dhe Bir në prill të vitit 2006. Gjykata e apelit për krimet e rënda që dënoi më 13 korrik të vitit 2009 me 15 vjet dhe 7 milion lek gjob Astrid patën, ndërsa të Birin Nelgert pata me 16 vjet dhe 6 milion lek gjob. Përplasjen e vjetër midis Jani Aliaj dhe Elton Çiços e pranoi në rrëfimin e tij përpara grupit hetues edhe Renato Milloshi. Njohje e vjetër shoqërore me Jani Aliaj, që nga fëmijëria e tyre e kaluar në Tepelen. Personi që kishte në pronësi makinën që Jani Aliaj përdori për t'u afruar dhe më pas larguar nga skena e krimit. Unë Jani Aliaj e njoh që nga viti 1989, kur qëndroja te gjyshja ime në Tepelen. Në vitin 1999 unë ika në emigrim dhe u ktheva në vitin 2005. Gjatë kësaj kohe mësova që Jani Aliaj ndodhej në burg në Greqi për një vrasje ku ishte dënuar me 10 vite. Në korrik të vitit 2015 unë u takova rastësisht në Sarand, ku unë isha me pushime me familjen. Jani më ftoi ndërkohë që ta kaloja pjesën tjetër të pushimeve në Borsh në hotelin e tij, ku unë qëndrova një javë dhe Jani pagoi tarifën. Kështu ne mbajtëm kontakte të vazhdueshme. Më pas Jani erdhi me qira bashkë me të dashurën e tij në Tiranë. Këtu ai njihte vetëm mua dhe Nelgert Papën. Ai kërkonte të regjistronte një makinë që sapo e kishte bler, por duke qenë se nuk e regjistronte dot me emrin e tij, pasi ishte me vendbanim në Tepelen, më kërkoi që këtë makinë ta regjistronte me emrin tim. Gjatë kësaj kohe Jani më tha se i ishin bërë 2 atentate, një në rrugën e Kavajës nga një djalë i ri që qelloi vetëm një herë dhe një në Gjirokastër ku kishte bindjen se porositësi ishte Elton Çiço, me të cilin Jani më tha se ishin përplasur me thika përpara disa vitesh. Edhe pse pranoi që makina me të cilën Jani Aliaj pas vrasjes së Elton Çiços ishte regjistruar në emrin e tij, Renato Milloshi mohoi që ai të kishte dieni për krimin që do të kryhej. Edhe pse pranoi që disa herë Jani Aliaj ishte shprehur se do ta vriste Elton Çiçon, ashtu siç edhe ndodhi në të vërtetë, mbrëmjen e datës 1 maj 2016 në ish blok. Pasi u bë regjistrimi i mjetit në emrin tim, unë Janin e takova edhe një herë më datë 29 prill 2016. Më datë 1 maj 2016 unë isha në banesë, kur në lajme pash që ishte vrarë Elton Çiço. Pas rreth 15 minutash, unë u përpoqja të telefonoja Janin, por telefoni i tij dilte i fikur. Po kështu i telefonova Nelgert Papës, por dhe telefoni i tij ishte i fikur. Gjatë kësaj kohe, isha në ankth pasi automjeti përdorur në krim ishte në emrin tim. Në lidhje me vrasjen jam i sigurt që krimi u krye nga Jani pasi e njoha nga konstrukti i trupit, mënyra e ecjes si dhe fakti që ai vetë më pati thënë kur ishte kthyer nga Gjirokastra se do ta vriste Eltonin përpara se ai të vriste Janin. Ajo që më pas e zbuloi autorin dhe makinën që u përdor në krim ishin lëvizjet që Jani Aliaj dhe personat që e ndihmuan kryen natën para dhe pas krimit, si edhe rrobat që ati u gjetën në banesën e marrë me qira, që ishin identike me ato që shfaqet në pamjet filmike personi që qelloi ndaj Elton Çiços. Jani Aliaj, që u kthye një ditë më pas të dëmtonte një nga kamerat që kishte regjistruar lëvizjet e tij, por që ishte tepër vonë, pasi tashmë pamjet filmike ishin në dorë të policisë. Nga kqyrja e pamjeve filmike rezulton se më datë 1 maj 2016 në orën 22:10 një person me kapelën në kokë kthen kokën nga brendësia e tunelit dhe në këtë moment kohor ky person, identifikuar më pas si Jani Aliaj, lëviz në drejtim të kundërt me rrugën dhe rikthehet përsëri pas pak momentesh, duke tentuar të hyjë në brendësitë të këtij tuneli, ku është montuar dhe kamera. Person që ka karakteristika të njëjta me atë që ka hyrë në ambientet e lokalit, ku dhe ka kryer vrasjen e viktimës Elton Çiço, po kështu nga kqyrja e kamerave të sigurisë dhe veshjet e gjetura në banesën ku Jani Aliaj ka banuar me qira, si dhe tetet sportive që ai mbante veshur, ka rezultuar se ato korrespondojnë me veshjet që i ka pasur në vendin e ngjarjes në momentin e vrasjes së Elton Çiços.